Libri i parë ka dalë vetëm në një kopje, është printuar vetëm në një kopje. Kam shkruar vetëm për çunat e mi dhe dy personazhet kryesorë janë dy çunat, janë aventurat e çunave. Libri ka titullin Aventurat e Jonit dhe Lindit. Janë emrat e djemve. Janë dy çunat, po. Edhe E printova në një kopje të vetme. Është botuar vetëm në një kopje. Libri botuar është fjalë e madhe, Okej. Po botimi është libër ama ka pak me faqe? gjitha. Se ti mund të jetë 50-60 faqe ndoshta. Edhe ju adhurove të dyve. Po, vetëm atë kopje, edhe po ja u lexoja. Ja lexoje ti. Të voglit, po, se i madhi mund ta lexonte. I madhi E lexoi i madhi. I madhi e mori, filloi ta lexonte dhe ani nga faqja 3 e 4 i përputhej plotësisht përshkrimi i veti dhe i vllajt me personazhet që ishin në libër. Se me syze, donin kështu thanë kështu e tjetër. Edhe kthe librin, hap kapakun, thotë, pse ky libri s'pas ka emër autori, tha. Ka qenë diku në klasë 5. Dhe kështu që aty u mor vesh pasaj që ishte mua veti. Kujti pas ka ngjarë ky djalë? Detektivi vërtet, detektiv. Për episodet e plota të Milori Podcast, subscribe në kanalin tim në YouTube Mirela Milori.